folësit e thojnë vazhdimisht se në vitet 90 nuk realizuam dot shtetin e së drejtës dhe po ashtu ka një horizont të ri. Njerëzit besojnë që tashmë ka ardhur momenti për të hapur një horizont të ri politik ku nuk do të lejohen më ligje preferenciale, ligje për interesa private, ligje klienteliste, jo një shtet klientelist, jo një shtet i korruptuar, jo një sistem ekonomik oligarkik apo sistem politik oligarkik, por do kërkohet ndoshta jo rikthimi, po zbatimi për herë të parë i shtetit të së drejtës. Dhe si thua, ky është një revolucion për të dhënë fund tranzicionit. Ajo që duhet ta kishte realizuar tranzicioni për 36 vite, njerëzit po kërkojnë që ta mbyllin revolucionin dhe të fillojnë një epokë të re, e cila ka një horizont të ri, është shteti i së drejtës, ku qendror është dinjiteti i njeriu, por për mua duhet të jetë qendror dinjiteti çdo qenie, përfshi qenjet njerëzore dhe qenjet jo njerëzore, pra natyra që përfshin kafshët, bimësia, sepse ky është kushti bashkëkohor dhe në fakt vetë kriteret e Bashkimit Evropian, pavarësisht se shpeshherë kjo nuk artikulohet. Termin ballkanizim e kam përdorur për si metaforë marrë nga letërsia, për të treguar idenë se po ndërtohen disa qyteza apo qytete të cilat janë kryesisht bazuar tek ideja e shikimit drejt detit, nëpërmjet balkonave apo drejtarëve që janë në funksionin e balkonave dhe kanë shpinën nga shoqëria, pra si metaforë dhe shpinën nga Shqipëria. Është një vështrim turistik i turistit, i vizitorit, i cili vjen dhe iken pa pas shqetësime sociale, pa pas shqetësime të përditshmërisë, as të shoqërisë shqiptare në tërësi, as të fshatit, as të qytetit shqiptar. Kjo lloj ndarje botës është dhe një ndarje e dytë, sepse këto drejtare ose këto balkone janë duke ndërtuar me ligje të padrejta dhe me ligje preferenciale. Pra, duhet kemi parasysh një gjë që pavarësisht termave që përdoren, termi më i drejtë për ligjet për investime strategjike është termi privilegj, që në fakt janë ligje private, kjo do ishte etimologjia fjalës, ligje private të cilat favorizojnë një grup të caktuar. Ky grup i caktuar as rizorte nuk ndërton për hir të së vërtetës, ndërton një kompleks ndërtimesh, banesash, ku nuk shqetësohet për kriju komunitet, nuk shqetësohet për kriju një jetë e cila gjallon kujtime dhe përcjell këto kujtime apo këtë lidhje me shoqërinë, as nuk lidhet me komunitetet përreth, por është thjesht një sipërmarrje ekonomike ndërtimore. Kështu që në çdo aspekt, pavarësisht se rezortet janë një dukuri e gjerë me dheut, rezortet tonë kanë dhe një specifik dytë që janë balkone, po dhe balkone të veçuara, pra janë balkone të shtëpisë që do blihen gradualisht për njerëzve dhe ato ndërtuesit do largohen prej tyre. Pra është një shkputje e dytë dhe një shprehje e shtetit që prodhon ligje private ose privilegje dhe privatizohet çdo ditë si shtet dhe shkputet çdo ditë si shoqëri. Tani është momenti i konstituimit të subjektit të diasporës si subjekt mirëfilli me atribute politike, sepse kemi më shumë se 210 protesta në qytetet më të rëndësishme të Europës dhe për të Europës, po ashtu kemi protesta në shtetje themelore në 3-4 momente të rëndësishme, të cilët kanë ardhur dhe kanë dëshmuar se dhe kanë shprehë shqetësimin e tyre, sidomos shqetësimin e dy teza kryesore, mendoj, që ka sjellë diaspora. E para kanë konfirmuar që ata janë ndjetë të përjashtuar nga shoqëria shqiptare. Pra shteti shqiptar nuk ka punuar aq dhe nuk ka punuar drejt që ata të jetonin në Shqipëri dhe kanë shprehur vullnetin e rikthimit. Por vullnetin e rikthimit e kanë shprehur me të kushzuar. Pra nëse shoqëria shqiptare do ketë një shtet të së drejtës, pra rikthehemi sepse ky është një revolucion i shtetit të së drejtës, nëse këtu do fillojnë të prevalojnë normat ligjore dhe ato që janë ligje të drejta, njerëzit e mendojnë shoqërinë shqiptare, vendin e tyre si një vend, si një mundësi për rikthim dhe konkret, si një vend, jo thjesht imagjinar dhe vend malli, por një vend i cili mund të investohet dhe mund të ndërtohet ardhmja e fëmijëve të tyre, se në fund ditës njerëzit kanë pyetje shumë konkrete, përveç se e kaluan jetën e vet në tranzicion dhe gjithmonë me dilemen mes disa vendeve. Pyetja kryesore për shumicën e emigrantëve është për të ardhmen e fëmijëve të tyre dhe ky ka qenë mesazhi që një pjesë e mirë ose shumë prej tyre shohin të mundur rikthimin, që do të rikthim të kapitaleve, të energjive të reja, sepse lidhet me mesazhin tjetër që parini nuk ka Shqipëri. Tani gjua përçmuese e Ramës ka qenë gjithmonë prezent aty, është ushtruar gjithmonë ndaj shoqërisë shqiptare, po jo asnjëherë siç është ushtruar gjatë revolucionit Flamingo. Arsyeja është të thjeshtë sepse Rama u irritua dhe doli
jashtë kontrollit të autokontrollit të propagandues, dhe kjo gjuhë e kemi vure që ka filluar, ose banaliteti gjuhës, ose brutaliteti saj është shpreh në dy aspekte. Në të parë në repeticion, pra nuk ka kreativitet, e dyta, kreativiteti më i lartë i Ramës është pikja e armiqve, ose figurës së armikut, e cila është po aq banale sa edhe repeticioni. Është banale për arsye të thjeshtë sepse kushdo njeh sadopak të rit politike e di që prodhimi i figurës së armikut është një mungesë imagjinate politike dhe është një moment zakonisht ose rithemelimi të një regjimi sundimtar, pra një regjimi që zbazohet në demokraci, ose është një moment i rrëzimit prej fronit që është sjellësi demokratik, por që rizbulohet që nuk e të bësh me lider demokratik. Mund të kishim lidera dhe lidere të shkëlqyer të kësaj lëvizje, ose shumë njerëz mund të ishin zgjedhur, mund ta përfaqësojnë, mund të jenë dhe janë njerëz me shumë dinjitet, por në politik nuk ka rëndësi shpeshherë e vërteta që përfaqëson individi. Puna është se mund të ishte diskredituar ose mund të ishte konsideruar shpejt si një produkt i pushtetit apo establishmentit. Pra, ka qenë një kusht dhe është një kusht që vazhdon të jetë i domosdoshëm që ta vazhdojmë revolucionin Flamingo pa pasur një leadership të institucionalizuar, sepse mekanizmat e pushtetit janë aq të fuqishëm sa për ta manipuluar dhe për ta kontrolluar atë. Ka horizonte politike shumë i madh pas revolucionit, pra pas arritjes së sukseseve të para që mendoj që do jenë shpejta, e ndërto dorëheqja e kryeministit Rama dhe kur të fillojnë pasaritet autokracia dhe ky rend politik që ka zotruar hapësirën publike dhe hapësirën ekonomike dhe civile, prej këtij momenti njerëzit kanë mundësi të organizohen, shprehin vokacionin e tyre politik dhe të realizojnë aspiratën, nëse këtu ka njerëz që kanë aspirata politike, mund të realizojnë pas fazës parë. Pra, efekti i parë ose mundësia e parë minimale që do ofrojë revolucioni Flamingo është rrëzimi i Ramës prej pushtetit, vendosen në krizë gjithë establishmentet prej këtij rrëzimi dhe hapja horizonte, dhe do jemi këtu, do ketë një hapje horizonte për atë që është thirrja kryesore e Shqipëria e Re. Është një horizont i pafundëm mundësish që njerëzit duhet të artikulojnë veten politikisht dhe do mund ta ndërtojnë. Është një proces i gjatë, nuk do jetë një proces i shkurtër. Njerëzit duhet dalin prej besimeve magjike që ndryshimet do ndodhin shpejt, don persistencë, don durim të madh, siç është treguar këto 74 ditë, do durim dhe vëmendje e madhe politike dhe organizim i madh në të ardhmen, por kjo është një pjesë e dytë, pra pasi të arrihet fitoret e para, të rihapet sistemi elektoral dhe politik, të ndryshojnë kushtetuta, ndryshojnë rregullat e lojës, sepse ne kemi kuptuar që jemi shoqëri e cila është zotruar politikisht. Dhe ky fakt është efekti i parë që mund të shkaktojë revolucionin Flamingo dhe besoj do ta shkaktojnë në këtë vjeshtë do jetë efekti i parë dhe pas këtij do jemi me efekte tjera të cilat gradualisht disa nuk jemi të zotë i parashikojmë, shumë tjera janë të parashikueshme dhe do jemi drejt një mundësia të realizimit të asaj që është thirrja kryesore. Shqipëria e Re për mua është një Shqipëri e shtetit së drejtës dhe mendoj që nëse shteti i drejtës realizohet, është realizuar dhe aspirata për Shqipërinë e Re.